Në kuadër të festave të fundvitit, ka nisur zbukurimi i qytetit bregdetar të Vlorës. Ka nisur vendosja dritave shumëngjyrshe dhe zbukurimeve të vitit të ri në disa akse kryesore rrugore të qytetit. Kjo punë e përvitshme e festave të fundvitit, këtë vit ka nisur më herët për shkak se kërkohet që të ndryshohet atmosfera e qytetit, duke i dhënë Vlorës një atmosferë më ndryshe, një atmosferë festive. Puna për vendosjen e zbukurimeve të vitit të ri ka nisur nga shëtitoria lungomare. Punonjës të ndërmarrjeve të qytetit kanë nisur të vendosin zbukurimet e festave në aksin kryesor të Vlorës. Është zgjedhur lungomare për shkak të fluksit të lartë të lëvizjes që ka ky segment rrugor. Në shëtitorin e Vlorës po vendosen shandanët. Sipas informacioneve, janë në total 40 shandan, të cilët do të vendosen në shtyllat e ndriçimit rrugor përgjatë segmentit. Shandanët do të vendosen në një largësi të konsiderueshme të barabartë mes tyre përgjatë segmentit. Gjithashtu, punonjës të ndërmarrjeve në varësi të Bashkisë së Vlorës ka nisur vendosjen e zbukurimeve festive edhe tek sheshi përpara Bashkisë së qytetit. Në këtë shesh po montohej këtë të martë dhurata prej drite. Një instalacion ky në formën e paketimit të dhuratave të festave, i cili do të jetë i veshur me drita për të dhuruar një atmosferë festive edhe në këtë shesh. Krahas saj do të ketë edhe zbukurime të tjera të vendosura në këtë shesh. Ndërkohë, vendosja e zbukurimeve festive do të ndodhë edhe në disa akse të tjera rrugore edhe zona të qytetit. Do të vendoset në bulevardin Ismail Qemalit të Vlorës, në aksin transballkanike, sheshi tek triracave të tjerë. Në qytet do të vendosen drer festiv, vargjet me drita, pemë festive të Krishtlindjeve dhe të tjerë.